jemi së bashku me Julin në radar për tematikën e radhës, për mbytyjet apo emergjencat si e testuan shtetin apo njeriu. Dukuria natyrore e përmbytjeve na kujtoi së fundmi se sa të brisht jemi para fatkeqësive natyrore dhe na kujtoi dhe rikujtoi sërish se duhet bëjmë më të mirën edhe në parandalimin e këtyre dukurive natyrore, por edhe masave të marra pas ngjarjes apo ndryrën operacionale të atyre strukturave shtetërore që e kanë për detyrë në bazë të ligjit për mbrojtjen civile dhe atë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin. Për të folur dhe për të diskutuar mbi këto tematika, sot kam një nga ekspertët e kësaj fushë, ish drejtorin e përgjithshëm të zjarfikses pranë Ministrisë së Brendshme, zotin Alfred Kristuli, me një përvojë shumë të gjatë në këtë fushë, gati 35 vjeçare, i cili do të ndajë me ne eksperiencën e tij në vite në lidhje me këtë fushë përgjegjësie. Përshëndetje Fredi. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që u përgjigje ftesës sime. Është kënaqësi. Duke pasur dhe një bashkëpunim të hershëm përpara gjatë detyrës suaj, keni qenë një zyrtar shumë i gjendshëm, jo vetëm me mua, por me çdo kryetar bashkie për t'i ardhur në ndihmë në funksion të përmbusjes së fushës së tyre të përgjegjësisë. Megjithatë sot do të ndajmë një përvojë tënde në këto vite, gati 35 vjeçare, kush kanë qenë momentet më të vështira gjatë punës suaj, apo ndonjë edhe moment në të cilin ju jeni ndier shumë mirë që keni pasur atë mundësi që të jeni në krye të politikbërjes në këtë fushë. Unë do të përqendrohem më tepër tek për sa i përket fushës së përgjegjësisë për të zjarreve, sepse koha që u përmendet 35 vjet ka qenë vetëm për atë fushë përgjegjësie, për drejtimin e shërbimit zjarfikës shqiptar. Megjithatë, nuk do lë pa përmendur edhe atë që përmendët ju për mbytyjet. Sipas meje, pavarësisht se unë nuk jam i profesionit të asaj fushë, po sipas meje, këto përmbytje që kanë ndodhur dhe janë masive, kanë ndodhur për dy arsye. E para, nuk janë mirëmbajtur sistemi i kanalizimeve, kanali pari, dyti, tret, siç janë ato, dhe e dyta që mua më duket që është më kryesorja, ndërtimet pa kriter. Janë ndërtuar shtëpi, banesa, biznese në vende që historikisht nuk ndërtoheshin më përpara. Për shembull, marrim Kënetën e Durrësit. Është çudi e madhe që në Kënet, ajo prandaj quhet edhe Kënet, sepse mbante ujë ti të ndërtosh. Më përpara nuk ndërtohesh jo se ndalonte shteti, por sepse ishte tradit nga vetë popullsia që nuk ndërtohesh në vendet që mbanin ujë. E njëjta gjë mund të them edhe për pjesën e Kënetës të Lezhës në Torovic. Absolutisht nuk shikohej që të kishte ndërtime në Torovic. Në pjesën sipër rrugës, ku fillonte Maloria, ku fillonte pjesa shkëmbore, kishte ndërtesa, por në Ulësir, në Kënetën e Torovicës nuk ekzistonte absolutisht asnjë lloj ndërtese. Dhe po e përmend përsëri, jo se ndalonte shteti, po sepse vetë njerëzit e dinin që atje përmbytej. Pra, këto dy shkaqe për mua janë... Kanë qenë shkaqet kryesore, mendoni ju. Megjithatë, unë, si përfaqësuese e njësie vendore, desha të them që me kanalet kulluese është bërë një punë shumë e mirë këto vitet e fundit, në fakt, me mirëmbajtjet në vite, sipas manualit përkatës, por desha të ndaj ajo që ju e theksuat është edhe punimet pa kriter dhe ndërtimet pa kriter kanë cënuar edhe vetë shtrirjen, kemi raste ku ka ndërtime edhe mbi kanale, nuk janë ruajtur largësitë e ndërtimeve nga bankinat e kanaleve, disa herë edhe me mbetjet ashtu siç vumre këto ditët e fundit. Megjithatë, kryesisht përmbytjet ishin për shkak të prurjeve të shumta të lumenjve. Megjithatë, kjo nuk e
edhe unë e theksoj që duhet një punë më e mirë edhe e strukturave shtetërore në lidhje me këtë pjesë. Megjithatë edhe me ndryshimet e fundit në ligj janë bërë disa penalitete të shtuara për ata që ndërhyjnë në territor pa kriter. Megjithatë ashtu siç e thatë ju, duhet edhe një sensibilizim më i madh i njerëzve, edhe një ndërgjegjshmëri më e lartë që në raste të tilla mos të ketë sënim të argjinaturave apo të kanaleve kullues, sepse në fund të ditës ato janë dëme që i shkaktojnë dhe i vinë mbrapsht vet komunitetit dhe njerëzve. Në fakt, roli kryesor i zjarfiksave apo shërbimit zjarfikës të ngritur në çdo, sepse me reformën e fundit të 2015-s ato u lanë përgjegjësi e pushtetit vendor, në 29 të ligjit për pushtetin vendor, dhe janë organizuar në nivel stacionet e zjarfiksve në nivel bashkie. Dhe në fakt nga raportet pas reformës u vërej që ato patën një ndikim shumë pozitiv. Pra, ky riorganizim i stacioneve zjarfikës dhe roli kryesor është për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin. Dhe në rastin konkret në këto përmbytjet e fundit, konsistonte në shpëtimin e komunitetit pas ngjarjes, pasi profili kryesor i juaj është zjarrshuarja në një kontekst, por nuk anashkalon dhe pjesën e ndërhyrjes si pjesë e shtabit të përgjithshëm në nivel edhe qendror në këto raste të përmbytjeve apo dukurit të tjera kryesore dhe në rastet e evakuimeve të komunitetit ishin gati 1600 banesa në ujë, në fakt dhe ka raste të shumë familje të evakuara. Po gjatë përmbytjeve, gjatë një situate të tillë përmbytjesh, çfarë bën konkretisht një zjarfikës? Julia, më lejo të kthehemi çik në retrospektiv. Pse duhet të kthehem në retrospektiv? Për të shpjeguar dhe rolin e zjarfikësit sot aktual. Shërbimi i zjarfikës ka qenë, po them historikisht, në varësinë e policisë, të strukturave të policisë. Dhe vetëm në vitin 2001, me ligjin 2001-shit, u shkëput nga policia. Gjatë gjithë kësaj periudhe, nga 46-ta që është krijuar dhe deri në 2001-shit, shërbimi i zjarfikës, roli i shërbimit të zjarfikës ka qenë vetëm shuarjen e zjarreve. Dhe vetëm shuarjen e zjarreve. Që do të thotë, më kujtohet ashtu një fragment nga shërbimi zjarfikës anglez. Edhe është edhe pak me humor. Pavarësisht se binde sinjali alarmit dhe pavarësisht se thuhesh që ka rënë zjarr, ata nuk qoheshin. Kur thoshin që ka ngelur një mace në pemë, qoheshin me njëherë dhe shkonin atje. Pra, roli i shërbimit zjarfikës shqiptar, të kthehem ke vendi ynë, ka qenë thjesht shuarja e zjarreve. Dhe në periudhën e mëparshme, repartet zjarfikse kanë qenë të ndërtuara, të ngritura dhe funksiononin më tepër pranë qendrave industriale. Për shembull Berat kishte repart zjarfikës në kombinat. Në Tiranë kishte repart zjarfikës përballë kombinatit tekstil. Ishte ngritur kastile reparti zjarfikës në Elbasan. Reparti zjarfikës ishte instaluar dhe i ngritur pranë fabrikës së përpunimit të drasave. Pra, nuk ishte urban. S'ka qenë shërbim zjarfikës urban. Fakt edhe ligji sot e parashikon që mund të ngrihen stacione zjarfikëve përveç bashkive edhe në përveç bashkive, përveç urbane. Edhe në ndërmarrje të tilla të rëndësisë ekonomike. Patjetër. Por në atë kohë kanë qenë të instaluara dhe të orientuara vetëm për sa i përket në industri. Me shumë dëshirë do thosha që shërbimi i zjarfikës ishte i përqendruar sidomos në industrinë e naftës. Ka pasur repart zjarfikës në uzinë, në Ballsh, ka pasur repart zjarfikës në vendet e burimeve të naftës, dhe përveç kësaj, unë do të thosha që ka qenë e ngritur një drejtori e punëve të brendshme në Fier vetëm për naftën.
Pra ishte zhvendosur struktura, rolet, ishin të orientuar drejt industrisë për të ruajtur dhe siguruar industrinë. Vimë të hu, në 2001 ne u shkëputëm nga policia. Dhe pam veten, krahasuam veten me shërbimet homologe që ishim shumë larg në kuptimin jo të kapaciteteve, jo të anës profesionale, por ishim shumë larg të rolit dhe misionit që kryente shërbimi i zjarfikës. Gjithandej është e përcaktuar shërbimi i zjarfikës quhet Fire and Rescue Service, që do të thotë zjarfikës, shpëtim, shërbim. Fjalë për fjalë. Po ta përkthejmë në shqip, është ajo që është e shkruar edhe në ligj. Po, emërtimi. Emërtimi që është në ligj. Dhe pse e kishte ai Fire and Rescue Service? Sepse kishte futur dhe shpëtimin. Gjë që ne nuk e kishim. Po. Në 2001, me ligjin e 2001 u fut si nocion shpëtimi, pavarësisht se shërbimi i zjarfikës me vështirësi filloi ta merrte këtë mision përsipër, sepse nuk kishte trajnime, nuk kishte njohuri për sa i përket shpëtimit në kuptimin e gjerë, jo evakuimit, se evakuimin e kishte shërbimi i zjarfikës, edhe në kohën më përpara kur roli ishte vetëm shurë e zjarrit. Evakuimi i njerëzve ishte çdo dukuri natyrore. Ishte hapi parë që çdo zjarfikës në vende ku kishte rënë zjarr do bënte evakuimin e njerëzve, pastaj do ndërhynte për zjarrin. Pra, po ai quhesh evakuim, nuk quhej shpëtim. Dhe në ditën e sotme një rol të rëndësishëm për këtë kanë dhe forcat e armatosura. Me futjen e nocionit të shpëtimit në shërbimin e zjarfikës në 2001, filloi shërbimi i zjarfikës ta marrë hap mas hapi këtë mision përsipër. Në 2015, në 2001 u shkëputëm nga policia dhe shkuam në varësitë të prefektit Qarkut, ose më saktë në varësitë të pushtetit vendor, sepse funksiononte Ministria e Pushtetit Vendor në atë kohë. Megjithatë, duke e krahasuar me vendet e tjera europiane, ne ishim pak si mbrapa për sa i përket organizimit, strukturës, sepse nuk e gjenim këtë lloj organizimi në vendet e tjera. Në pushtet vendor, ke prefekti, nuk gjenim homolog. Pjesa më e madhe e vendeve europiane, shërbimi i zjarfikës ai ka pasur dhe e kanë në bashki. Në nivel bashkie. Dhe në 2015, në momentin që u bën ndarja territoriale e re, para nga 365 komuna që ishin në atë kohë, kaluan në 61 bashki, ishte momenti decisiv, momenti tamam që ky shërbim të kalonte në bashki. Dhe realisht dhe për fatin ton të mirë u miratua si ligj në 2015. Ishte edhe nga kompetencat e reja që u shtua pushtetit vendor. Sakt. Dhe kaloi në bashki. Për ne ishte eksperiencë e re. Për të gjithë. Por për ne në zbatimin në Shqipëri, por bota jashtë kishte xha në përbashki. Dhe realisht kjo pruri një hop cilësor në shërbimin e zjarfikës dhe për mua është një nga reformat më të suksesshme që ka ndodhur në bashkit. Dhe për shërbimin e zjarfikës. Pse? Ka disa arsye. E para punës, gjithë territori i vendit mbulohet me shërbimin e zjarfikës. Që më para nuk mbulohesh, sepse çfarë tham? Ishte në qendra prefekturash. Qendra prefekturës, po ishte në qendra industriale. Tashti me shpërndarje në përbashki mbulohet gjithë territori i Republikës me këtë lloj shërbimi. Dhe niveli i ndërhyrjes ishte më i lartë, sepse dhe raportet e thonin këtë pas vëzhgimit të bërë. Dhe shërbimi i zjarfikës është një shërbim human dhe shërbim që i shërben direkt komunitetit. Pra,
kalimi në bashki jo vetë edhe parimi i subsidiaritetit zbatohet më shpejt sepse shumë shumë saktë. komunitetit. Mos flasim për një gjë tjetër që un jam i detyruar të ta them, me që po bashkëbisedojmë. Shërbimi i zjarfikës ngrihet me buxhet, ngrihet me para. Nuk është, po të them unë ty, një shërbim tjetër që kërkon vetëm një uniform edhe e nxjerr në rrugë. Por shërbimi i zjarfikës kërkon fonde. Fondet kush i ka? Bashkia. Dhe realisht fonde gjithmonë ka nevojë çdo institucion. Dakor. Po kjo ishte më imediate. Dhe realisht çfarë ndodhi? Nga 48 stacione që kishte në atë kohë, sot kemi 70 stacione në gjithë Republikën, nga veriu deri në jug, të cilat mbulojnë territorin. Nga 700 personel që kishte, sot ka vajtur 1400 dhe është me tendencë rritje numri. Për personelit është në standardet e BE-s, sepse me ligj është e përcaktuar në fakt. Ajo është pjesë tjetër që do ndalojmë. 1500-2000 banor duhet një zjarfikës, po besoj ne kemi ende në normë e caktuar apo? Tashti në ligjin aktual është e përcaktuar sakt një normë europiane në nen të veçantë ku një nga kriteret të ngritjes të personelit të shërbimit zjarfikës është një zjarfikës për 1500-2000 banor. Dhe kriteri tjetër është jo më pak se 14 punonjës në stacionet e bashkive të vogla. Po. Sepse nuk sepse edhe numri i popullsisë është më i ulët, numri i ndërtesave është më i pakët, nuk është një lloj si në vendet të tilla urbane, Tirana, që janë komprimuar ndërtesat lartësuar. Sepse ndryshon natyra edhe terreni nga një bashki në tjetër, nuk është. Përveç rritjes së personelit, numrit të personelit, u rrit gjithashtu dhe kapaciteti numri i mjeteve. Pse u rrit numri i mjeteve? Sepse vetë bashkit ishin të interesuara që ta kishin këtë shërbim, funksion që e kishin ta realizohen. Të funksiononte. Një funksion që e kishin të funksiononte, të realizohesh. Dhe nga 100 automjete që kishte para se të vinin në bashki, që ishin të mbaruara, 60-ës, 70-ës, sot kemi rreth 150-170 automjete që vetë bashkit i kanë blerë, kanë marrë donacione, por me dashje pa dashje është rritur niveli kapacitetit të ndërhyrjes nëpërmjet automjeteve, nëpërmjet personelit. Edhe shpejtësia e reagimit. Edhe shpejtësia e reagimit. Automjeteve, çfarë është e rëndësishme tjetër që në infrastrukturën e stacionit zjarfikës që mbase edhe ne bashkit e neglizhojmë, mund të thuash? Përveç automjeteve, unë kam vënë re që disa bashki, pavarësisht se i ka dhënë nga një ndërtesë atyre reparteve zjarfikse, ka mangësi në përsa i përket kompletimit ose pajisjes me mjetet e shërbimit, me kushtet e jetes e shërbimit dhe edhe kushtet e shërbimit. Të zyrave, të fjetinave, të një palestre, sepse e ka domosdoshme. Dhe pajisjet që janë të domosdoshme të shërbimit zjarfikës janë pjesë përbërëse e automjetit, janë pjesë përbërëse e luftës për të shuar zjarrin. Janë pjesë përbërëse e asaj që tham pak më para. Për të ndërhyrë dhe për të realizuar atë detyrë deri në fund. Sa për të thënë. E asaj që tham pak më para, që shërbimi zjarfikës koston. Thjesht një uniform, nga helmeta deri te këpuca, është 1.000 euro. Për një person. Pra, në qoftë se ju keni atje në bashkinë tuaj 14 veta, duhen 14.000 euro që ti plotësosh. Plus aparatin apo të rest të frymarrjes, plus doreza, plus, do më thënë, një zjarfiks i kompletuar i shton vetes në veshje 58 kg. Përvoja juaj e gjatë në këtë profesion,
keni ndonjë rast të treguar nga ata që kanë qenë direkt në operacion, cili ka qenë ndërhyrja më e vështirë në vite? Të kujtohet në një detaj, më kujtohet së fundmi në rrjetet sociale, një banor aty tek ne bënte video live, zjarri në fakt, që kishte rënë në shtëpinë e tij, kishte kohën e mjaftueshme që të bënte edhe video dhe ta komunikonte, dhe ndërkohë pretendonte se zjarrfiksja nuk kishte shkuar në kohë, ndërkohë që nga komunikimi me stacionin nuk kishte asnjë thirrje nga ky i fundit drejt stacionit. Pra, ndërkohë i bënte se hir zjarri të vënë në shtëpinë e tij për ta nxjerrë atë në rrjetet sociale. Pra, atë siç e theksuam që ka edhe papërgjegjshmëri qytetare në lidhje me këtë çështje. Tash zjarrfiksja nuk do hitte fal me grosh që i ka rënë zjarri atje, duhet ta lajmëronte ai. Po, patjetër. Duhet ta lajmëronte ai dhe nga momenti që lajmërohet shërbimi i zjarrfikës, atje regjistrohet. Po, ora, minuta, adresa e më thash. Dhe nga momenti që regjistrohet, përllogaritet gjithë koha e daljes së automjetit dhe e shkuarjes në vend. Këto janë kështu rregulla strikte në shërbimin e zjarrfikës. Me që më pyete për në një zjarr kështu që më ka lënë mbresa. Zjarret urbane nuk janë një lloj si zjarret në industrinë e naftës. Në industrinë e naftës, zjarret janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Për cilin do zjarrfikës, për cilin do njeri që mund të gjendet aty rrotull. Për shembull, kam qenë vetë në zjarret te gropa e Kripës mbi Ballç, zjarri Fontanës, i cili vazhdoi me muaj të tërë, dhe nuk kishte zot që ta shuante. Pavarësisht futja zjarrfiksve, u hodhën predha, çfarë që bën aty zjarri, ishte e pamundur për të fikur nga presioni i lartë që kishte se dilte bashkë me gazin. Me gazin e... Dhe vetëm kur i ra presioni, atëherë u shua. Një sasi kolosale nafte e humbur, e djegur, që ata specialistët e asaj kohe thoshin ishte naftë jashtëzakonisht cilësore, që direkt nga ndërtja hidhje e makinës, pa e përpunuar fare, makina punonte. Pra, zjarr që vazhdoi me muaj. Vështirësi e madhe dhe në terren. Ato grifonet janë, si ta shpjegoj, në qoftë se ai vatra e zjarrit është këtu në mes, nga presioni i gazrave, ato shpërthejnë edhe dalin mbi tokë papritur. Ti duke ndajtur vetëm kur të vinte këtu. Zjarri i rrezikshëm. Kurse zjarret urbane kanë specifikën e tyre. Sepse e para e punës duhet të evakuohen njerëzit në apartament, sa më shpejt jetë e mundur, që të shpëtosh jetën e njerëzve. Edhe në verën që lam pas pati, në fakt, dukuri me zjarret edhe problematika, edhe aty në bashkinë tonë, dhe u ngrit pikpyetja edhe në media apo rrjetet sociale që a janë të rëndësishëm blerja e këtyre avionëve zjarrfikës, sepse ne i morëm edhe nga vendi fshin Greqia disa, me sa më kujtohet, mendoni që është domosdoshmëri marrja e këtyre mjeteve me financat dhe pasja në inventarin e... Për mua, zjarri... mjeteve të tilla? Dakord. Për mua, zjarri fiket në tokë. Vetëm këmba e zjarrfiksit e fik. Por, këto mjetet fluturuese, avionët janë të domosdoshëm për të ndihmuar shuarjen e zjarreve në pyje, është llafi për zjarret në pyje. Po, zjarret në pyje dhe që nuk mund të ryhet mbase edhe për shkak të terrenit, për të shuar nga njeriu. Janë helikopter, po, është e vërteta. Po. Në qoftë se do flasim do kthehemi tash tek zjarret në pyje, për mua që nga momenti që pyjet ju dhanë bashkive, bashkit duhet kishin marrë gjë përsipër që për mua më duket e vështirë, duhet kishin marrë gjë përsipër
hapjen e rrugë kalimeve në përpyje. Po. Përveç hapjes e rrugë kalimeve në përpyje, duhet kishin vendosur në strukturën e tyre vërojtus, roje pyje, si që ishte drejtoria e përgjithshme e pyjeve në atë kohë, e cila jo vetëm kishte struktura të ngritura, por merresh në mënyrë periodike edhe me pastrimin e pyllit. Merresh në mënyrë periodike edhe me prerjen dhe me mirëmbajtjen e pyllit. Tani i ka rënë përsëra bashkisë, me që shoh unë, bashkit nuk janë të afta ta bëjnë këtë punë, nuk janë të zonjat. Me që shoh unë, masa e kam gabim. Këtu nuk bjem dakord, megjithatë ka vështirësi, sepse implementimi edhe një fushë të re përgjegjësie ka vështirësitë e veta, por në fakt edhe ndërhyja në për rrugët e pyjeve, po para se të shkojmë deri te pyjet, ka pengesa të tjera të tilla që vetë zona urbane apo rurale i ka krijuar, ashtu siç thamë, ngushtimin e rrugëve nga vetë fermerët apo banorët. Në fakt, prapë së fundmi përgjegjësia është e njësive vendore, patjetër, dhe mendoj që ka ardhur koha e një aksioni të përgjithshëm që secili të shkojë aty ku ka me ligj certifikatën e pronësisë vet pa cënuar edhe pronën shtetë. Më lejohet mua të bëj pyetje? Po, lejohet. Çfarë bën bashkia me 4% e fondit të emergjencave civile? Po, me ligjin e mbrojtjes civile ne kemi detyrim të kemi 4% të buxhetit për të përballuar emergjencat civile, dhe prefekti i Qarkut nuk e miraton buxhetin, po nuk e ka parashikuar një gjë të tillë. Ne në fakt nëpërmjet këtij fondi kemi bërë të mundur që disa problematika që janë shfaqur për shkak të emergjencave dhe na i kanë evidentuar në emergjencat të zgjidhim brenda vitit përkatës nëpërmjet ndërhyrjes në ato zona që janë problematike. Kemi marrë një mjet zjarfikës të ri nëpërmjet këtij fondi, po them në rastin e një viti, dhe në një vit të caktuar tjetër jemi përpjekur që të bëjmë disa ura kalimi për këmbësorët, sepse kanë evidentuar problematika gjatë përmbytjeve. Në fakt, në së fundmi investuam në një urë aty, pra i kemi përdorur në funksion po të emergjencave. Nëse është e lejuar, sa është shuma 4% të emergjencave civile? Tek ne është 20 milion të reja. 20 milion të reja. Përveç 20 milion që është i yti, që është i bashkisë. Po, është i bashkisë. Nga AKMC-ja alokohen fonde për emergjenca civile, të vinë? AKMC-ja vit pas viti e ka rritur fondin që i çon drejt bashkive për këtë. Po, ka pasur këto vitet e fundit. Është rritur roli i AKMC-s edhe i qeverisë në lidhje me këtë fushë. Çfarë duhet të bëjmë më mirë institucionet, si në nivel qendror edhe në lokal, përveç pjesës që ne arritëm ta diskutonim në lidhje me vetë përgjegjësinë edhe rritjen e ndërgjegjësimit të komuniteteve për të lehtësuar edhe punën e institucioneve, sepse në fund të ditës një kanal i mirëmbajtur, nëse sërish mbushet me mbetje, sepse aty e gjejnë si një vend depozitimi mbetjesh, do të ishte si ajo shpreha, unë pastroje ti bëj pisë ke radhën e pastërtisë. Çfarë duhet bërë më mirë dhe ku ka më shumë mangësi, në parandalim apo në reagim? Mund të themi pyetje më e saktë. Përgjigjja e saktë do të jetë në parandalim. Çalon më shumë puna. Vetëm në parandalim. Sepse në ndërhyrje e kemi parë që mobilizohen njerëzit e strukturat e veçanta, operuese. Funksionon, mund të themi, ai shtabi i emergjencës. Është vetëm parandalimi. Parandalimi është pjesa kryesore ku për gjithçka. Jo vetëm për ndotjen, për mbeturinat, po për gjithçka, edhe tek shërbimi i zjarfikës. Parandalimi është kryesorja. Në qoftë se inspektori i parandalimit që e ke apo se ke, do të kontrolloj, do të çekoj objektin, është i pajisur me mjetet e shuar e zjarrit, s'është i pajisur, çfarë mjete zjarri ka, ata punonjës të objektit atje, a janë të trajnuar, as janë të trajnuar, çfarë trajnimesh duhet bëj shërbimi i zjarfikës, ky është parandalim. Që në qoftë se shërbimi i zjarfikës i bashkisë tënde do të marri përsipër, duhet ta marri përsipër, jo do të, po duhet ta marri përsipër. Ka detyrim ligjor që të trajnoj
edhe punonjës. Punonjës të bashkisë, punonjës e ka detyrë ligjore t'i trajnoj. Po qëse ai ishte i trajnuar, qoftë po marr një shitës të një dyqani. Një shitës të një dyqani. Për reagimin e menjëhershëm në një situatë, atëherë edhe pasojat janë më të pse? Sepse në objektin e vet ai së pari nga kontrolli që do t'i bëj inspektori parandalimit do ketë një aparat fiks. Dhe përveç se do e ketë, ai inspektor, ai shërbim zjarfikës duhet ta trajnoj se si ta përdori. Që në rast se i ndodh ta përdori, të shuaj, të ndërhyj i pari. Në fund i lëshon dhe një vërtetim përkatës që është i zoti për këtë punë është i aftë. Ky është parandalimi. Pra, në qoftë se subjekti ndërhyri, parandaloj zjarrin, parandaloj dëmin financiar, parandaloj përhapjen e zjarrit, se bën vakije la, përhapet siç ndodhi ke tregu, ke pes maj. Pra, parandalimi për mua është kryesori dhe duhet insistuar jo për mbetjet po se po, ke sensibilizimi, parandalimi, por në gjithçka, në çdo fushë të jetës, edukimi është kryesorja. Në çdo fushë të jetës. Në çdo fushë të jetës edukimi është kryesorja. Sepse mund të jetë i vështirë në fazën e parë kjo pjesë, por marrja një kulture të tillë shëron shumë plagë më vonë. Dhe do kthehem prapë ke zjarfikse se më shkon gjua ke dhëmbi. Nisëm ke edukimi? Po. Është gjyna, fatkeqësi dhe çudi e madhe që ka qenë në vitin 90, në 1990, është i vetmi vend në botë. Nuk po them Ballkan, po se po dhe në botë, i cili nuk ka shkollë të shërbimit zjarfikës. Nuk ka një qendër trajnimi. Ku trajnohen këta njerëz? Trajnimi i zjarfikës nuk është me nejt në klasë, edhe të shofësh PowerPoint-in. Jo, trajnimi është praktik. Në teren, besoj, po. Ka qendër atje të kompletuar me gjitha. Po jo me PowerPoint. Si do bëhet zjarfiksej? Ore, si do bëhet hidraulik njëri që shikon vetëm PowerPoint-in, po që se nuk i kap tubat me dorë, nuk i fileton, ose një elektricist. Ligji ka ngelur atje te kualifikimi të kalosh testin fizik edhe ta punësosh, por nuk ka siguruar atë që thatë ju, është e vërtet? Po bën kaq vite, është fatkeqësi. Jo më larg dëgjova kryeministrin, i cili po insistonte për shkollat profesionale. Dhe është e vërtet. Dhe i përmendi turizmin e këtë. Zjarfikse nuk e përmendi. Shërbimi i zjarfikës është profesion, është vërtet profesion. Është domosdoshmëri, sepse vetë ndryshimet klimatike e kanë imponuar që kushtojnë edhe këto dukuri. Pak më para tham parandalimi. Po. Unë kur nuk di, si do të mësoj tyja? Po. Unë kur s'di, unë si zjarfiks nuk di, si do të mësoj ty? Pra, biles është nevojshme edhe nga këto videot e shkurtra, edhe për sensibilizim, për të trajnuar edhe vetë njerëzit, komunitetin, duke i dhënë shpesh në përto. Në kohën time, unë po flas para 30 vjetësh. Që kam 30-35 vjetë në shërbimin zjarfikës. E di sa ishte shkolla e shërbimit zjarfikës? 9 muaj. 9 muaj, kurs trajnimi. 9 muaj. Na dilte djersa këtu nga mbrapa. Realisht. Po realisht është një domosdoshmëri. Po shikon në vendet e tjera vërdalla. Malizi ka qendër trajnimi, ka gjigande me 500.000 banor. E ka gjigande, e kam parë me sytë e mi. Maqedonia po gjithashtu, Greqia po se po, nuk ka një, po ka 10. Italia 10 shkolla. Ne po një nuk po kërkojmë shumë, një qendër trajnimi të kompletuar me gjitha asetet e veta që t'i shërbej dhe të nxjerrë zjarfiksa. Dhe kjo qendër nuk i shërben vetëm të trajnojnë zjarfiksat. Kjo qendër do trajnojnë dhe punojnës të tjerë civil, dhe vullnetarët zjarfikës, dhe po mund të ndikojë që me video promovuese
të trajnojnë dhe qytetarët në fund të ditës, sepse janë të detyruar për si në gatishmërinë. gjithë botën, janë detyruar edhe subjektet private të vinë pranë kësaj qendre, të trajnohen 1 javë, 2 javë dhe të certifikohen. Nëse duam që të vëmë në Europë, nëse s'duam, në rregull, vazhdojmë kështu. Disa mangësi që u evidentuan edhe nga përmbytjet e fundit apo nga zjarret e fundit të verës, besoj që janë përkthyer në plan masash edhe nga institucionet përkatëse, sepse në fund të ditës ky është qëllimi që institucionet si vendore dhe qendrore janë në përmbushje të detyrës së tyre. Një mesazh i fundit që ta përmbyllim edhe këtë diskutim shumë të vlefshëm, ky mesazh më shumë drejtuar edhe komunitetit. Çfarë do t'i thonte Alfred Kristuli si një zjarfikës politikbërës në fushën e zjarfikses më sakt, një mesazh të fundit qytetarëve? Qytetarëve unë do t'i drejtohesha me një mesazh. Kujdes veten. Për sa i përket fenomenit zjarfikës, kujdes në banesë me elektrikun, me përdorimin e gazit lëngshëm, dhe ky kujdes normalisht nuk është se është a priori, por duhet me veprime praktike për të shmangur fenomene të tilla si zjarri, ata në banesë, kurse këta që merren me aktivitete private, këtyre s'kam çau themun atyre sepse do djegin mallin e tyre. Po, kanë edhe një... Do djegin mallin e tyre. Nuk është si në kohën e mëparshme, që prona ishte socialiste, ishte e shtetit dhe kujdesej shteti për ata, për pronën. Sot është ndryshe. Duhet kujdesesh ti vetë për pronën tënde, sepse është prona jote. Edhe ta sigurosh pronën në fund Me të patjetër. ditës. Hape një goxha. Është një çështje shumë goxha temë delikate, por që nuk e njohim. Nuk e njohim dhe se kemi atë kulturë, po edhe në fakt shoqëritë e sigurimit për rastet kur shumë këto serat apo ndërtimet janë jashtë ose brenda argjinaturave të lumit, se kryesisht edhe ato që përmbytën serat që përmbytën në këto kohë ishin jashtë jashtë argjinaturës. Kështu që nuk edhe vetë institucionet nuk ishin se si t'i ndihmonin, se në fund të ditës ishin ekspozuar vetë në prurjet e larta, apo raste të tjera që vinë për shkak të atyre që tham ndërtimeve pa kriter, edhe cenimit të vetë argjinaturave në shumë raste për t'i përdorur ato si rrugë kalimi. Është vërtet, Julia, unë duhet ndaloj që ke fusha e sigurimit vërtet ju e hapët tek digat e tek argjinaturat, por ne duhet ta shohim në embrion. Është folur shumë pak ose as pak për sa i përket sigurimit të banesës. Mund të ketë qytetar këtu që as e kanë idenë se ç'është sigurimi i banesës. Megjithatë, unë di që është miratuar një ligj për sigurimin e detyrueshëm, por ka të bëjë me mendsinë, me mentalitetin e një populli. Që do të thotë, pse do paguaj unë kot? Që më shumë mendon afat shkurtër se afat gjatë. Pse do paguaj unë kot? Po si do paguash kot ore? Atë ndodhi tërmeti. Po ta kishe të siguruar atë shtëpi, do i kishe marrë lekët 1 për 1. Po ta kishe siguruar atë dig ose atë ser. Atë ser. Ose prodhim. Prodhim. Do i kishe marrë lekët 1 për 1. Dhe kjo lloj kulture, unë nuk e di se si mund të të shpërndahet për të bindur njerëzit për që të sigurojnë mallin dhe pronën e tyre. Pronën dhe produktet e tyre. Se di, nuk po i bëj propagandë kompanive të sigurimit, absolutisht. Bile jam kundër atyre. Më shumë jemi për bile jam kundër atyre, ta them sinqerisht, sepse kompanitë e sigurimeve, duke shkelur një të drejtë ligjore të shërbimit zjarfikës, nuk paguajnë 3% e primit të sigurimit nga zjarri. Siç paguan Sigali,
në Maqedoni, 5% të primit. Nuk e paguajnë në Shqipëri. Pra, edhe duan, edhe s'duan. Të derdhin në autoritetin e mikëqyrjes financiare, ky fond ku shkon? S'jepet gjikundi. Pra, ti si subjekt, shkon e siguron objektin tënd? Nga zjarri, nga tërmeti, nga përmbytja. Ke kompania X. Ke kompania X. Është detyruar në Austri, po në çdo vend të Europës, që 3% të primit që marrin nga qytetarët, kompania e sigurimit duhet ja japi shërbimit zjarfikës. Sepse, ja një minut, ta shpjegojmë. Ju keni siguruar objektin tuaj. Në rregull? Po. Tek Sigali, po marr Sigalin kot. Larg qofti ora zjarr. Le të vi Sigali ta shuaj. Pse thret shërbimin zjarfikës? Po, sepse një minut, pse e thret? Nuk ka kontribuar aty, kështu që s'ka pse ta therrasi. Ai është prona jote, pse më thret mua? Nuk është shtetërore, unë jam shtetërore dhe po vi. Pse më thret mua? Sepse ti s'më ke paguar, nuk ke kontribuar. Unë sot jam shërbimi zjarfikës i bashkisë. Këtë 3% i përket ta marri bashkia përkatëse. Sepse shërbimi zjarfikës është i bashkisë. Po, në shumën totale që sigurohen pronat aty, 3% edhe fondet e bashkisë rriten, edhe përgjegjësia më e lartë. Bravo. Shiko ç'a ndodh. U dha 3% tek shërbimi zjarfikës, ç'a do bëj me këto 3% zjarfikësja? Do rrisi kapacitetet. Rritja e kapaciteteve, çfarë sjell? Sjell ndërhyrjen e shpejtë. Ndërhyrja e shpejtë, ç'a sjell? Reduktimin e dëmit. Po. Dhe ti si kompani sigurimi ti ke interes sepse nuk të dëmtua e gjitha, nuk të paguash për gjithë objektin, po të paguash për... Edhe ti të paguash më pak, në një kosto më të ullët, edhe për individit, edhe për kompaninë e sigurimit, ndërveprimi është më i shpejt edhe dëmi më i ullët. Më i ullët, do paguash më pak. Ne duhet të ndërgjegjësojmë qytetarët, kudo që ata janë në territor, dukuri të tilla që ndodhin në këto vitet e fundit, duhet na bëjë më të ndërgjegjshëm ne si qytetar, po edhe institucionet që ne ligjet i kemi të shkruara në fakt mirë, ekziston baza ligjore, po ajo që duhet është që të jenë mekanizmat e duhur për zbatimin e tyre dhe deri në fund të bëjmë më të mirën të dy palët. Shumë faleminderit Fredi, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe besoj që mësuam shumë nga përvoja juaj shumë e gjatë në këtë fushë. Faleminderit. Faleminderit ju.